Altin Dumani është një nga emrat më të lakur, si që dini. Por Altin Dumani ka 4 apartamente sot. Dhe unë u thëmë qytetarëve shqiptarë, është gabim shumë i rëndë. Shumë i rëndë. Të mos realizosh se çdo të thot për një nënpunës të shtetit të ketë 4 apartamente pa asnjë burim tjetër të ardhurash përveç rrogës së tij. Jam ish president, ish kryeministër. Dhe ja u them unë ju që me rrogën time unë kam arritur jo të blej një apartament, po kredi s'kam marrë, por të shes apartamentin që kam patur dhe të blej një tjetër 40 metra më të madh se ai që kisha. Këto kanë qenë kursimet e mia. Unë pa kredi në bankë nuk mund bleja kur një apartament. Pra që isha një nga rroglartit, në rroglartit e këtij shteti. Nga erdhen burimet e parave të Altin Dumanit. Nga erdhen. Së dyti, duhet të qartësoj, unë s'mund sulmoj kur një gjykas, një prokuror, një hetues, një polic që zbaton ligjin, për kundrazi, nderimin më të madh për te. Por nuk mund pranoj kur shoh dosjen, po marr dosjen Toyota Yaris, në të cilin rezultoi Taulan Balla, ministër, kriminal, që bën pazare me bandën e Suel Çels për t'ja rikthyer automjetët, që u kërkon gjykatësve që kaloja një policistë që unë t'i vonoj dhe të dalin jashtë afati. Nuk mund të pranoj, kur, po marrë vetëm të dosje, po dojnë kalojnë dhe dosje tjera. Dosja në cilën prokurorët e Spakut bëjnë pazare për 10.000 euro pagesa dhe janë bashkëpunëtorët. Atër më thoni mua, në rast se ti merr dhe arreston një qytetar se në mënyrë të paligjshme ka kryer një vepër dëmi prej 30-50.000 euro, po një prokuror që ka kërkuar 70.000 euro që s'ka pranuar 30.000 se ka kërkuar 45.000 e tjerë, çfarë është? A nuk janë vepra krimi këto? Ku janë këto? Këto janë në sirtarën e Altin Dumanit. Atëherë, më thoni mua, cila është? Duhet të them unë, nuk duhet të them të vërtetën shqiptarëve, absolutisht sikur çdo gjë të ndodh, unë do të them të vërtetën. Sikur çdo çmim të paguaj, kur s'do të tërhiqem nga e vërteta. A ka aty, a janë të tjerë Dumanër? Ka dhe tjerë, po nuk janë të gjithë. Jo, ka prej tyre. Dhe secili prej tyre që zbaton ligjin, ndaj cili do qoftë, do ketë mbështetjen, nderimin dhe vlerësimin tim më të madh. Kam bindje, e kam thënë dhe tek dera e atij institucioni, që aty ka njerëz të ndershëm, ka hetues të ndershëm, ka në BKH, ka prokuror të ndershëm, ka atri të ndershëm. Por çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Unë u tregoj të vërtetën shqiptarëve dhe gabimi i madh shumë. Nuk janë përgënjeshtuar të vërtetat e mia. Në rast se Altin Troplini mban në xhep urdhër arrestin e Elvis Doçit, të paktën nga data 26 prill gjerë me data 22 maj sa u ratisa ai. A nuk meriton të quhet ky poja i Spakut? A nuk meriton të më thoni mua? Duhet pranojmë ne një gjë të tillë? Në rastin e fundit para 3 ditë që italianë gjetën se poja
se Elvis Doçi ishte implikuar në dërgimin e 1.300 kg kokainë në Itali. Përse ishte liraj, a i drejton në udhëheq organizatën. Pra, sigurisht, midis asaj që thjesht para këtyre të vërtetave dhe t'ja u them publikut, unë zgjedh të dytën, detyrimi im është t'ja them publikut këto. Dhe s'kam asgjë, jo, mashtrojnë vetën ata që përkundrazi, e kam thënë dhe e them, ndjehemi nderuar për faktin se nga ata jam sot politikani i parë dhe i vetëm në Shqipëri me vetim të pasurive dhe të ardhurat të 33 viteve të fundit. Ja u di shumë për nder këtë nisëm që more. Dhe rezulton atë që kam deklaruar dhe asnjë thyrje ligji, asnjë shkelje nga unë dhe familjarët e mi. Pra, në këtë kontekst, unë mbroj interesin publik. Unë nuk besoj kur se shqiptarët meritojnë prokuror që bashkëpunojnë me krimin. Jo. Nuk besoj kur se shqiptarët meritojnë prokuror që blejnë apartamente me paret paligjshme. Që mashtrojnë. Ata duhet të jenë para ligjit. Merrni raportin që ka me Irena Gjokër. Dje një ministër Rumani dha dorëheqjen, sepse unë tha në përmbushjen e formularit e keq kuptova një moment dhe më shtoj pa deklaruar diçka që kam patur. Po Irena Gjokër në gjithë formularët ka mashtruar. Dhe kush e mbron sot? E mbron Altin Troplini, i cili për ta mbrojtur, do të thënë, ekzistojnë të gjithë dokumentat që ajo është dënuar dhe si e tillë s'mund të jetë kur gjykatëse. Ekzistojnë të gjithë dokumentat se ajo ka mashtruar zyrtarisht në formular dhe si e tillë ajo s'mund të jetë kur gjykatëse. I dolin fund për Zot, pikrisht Altin Troplini i hapi hetim paraprak për të mos e shkarkuar dot kush se e kam në hetimun. Pra, u bë avokati të keqes. Ndaj dhe këto janë qëndrimet e mia. Unë nuk mund të hesht, as nuk mund të tërhiqem para këtyre të vërtetave. Berti Ndoja, pse e larguat nga partia të gruan që foli në takimin e Kamzës me Flamur Nokën? Kështu do ta reformoni partinë ju me largime? Ajo zonja që foli me Flamur Nokën nuk është larguar nga partia dhe askush s'mund të largojë absolutisht asnjë antar dhe simpatizant pse i tha këto apo ato Sali Berisht, Flamur Nokës apo cili do drejtues. Kjo nuk ekziston në këtë parti. Zonja nuk mund të largohet nga partia, nuk mund të përjashtohet nga partia asnjë njeri për mendimet e tij. Por, në qoftë ta supozojmë në rastin ekstrem se ndodhi, zonja ka të gjithë rrugën të hapur për ankesën ndaj padrejtësisë që mund të pretendojë se është bërë. Në vend të saj, ajo zgjodhi mediat, ajo bëri një zgjidhje të saj, por në dielin tim, në raportimet që janë bërë, ajo nuk është përjashtuar nga partia. Nuk ka asnjë vendim, të asnjë forumi, të asnjë qelize të partisë për përjashtimin e zonjës nga Partia Demokratike dhe nuk mund të ketë për asnjë antar. Tani, ne jemi Parti Demokratike e mendimit të lirë secili. Po, ti mendon se unë duhet largohem, apo tjetri duhet largohet. Normal. Por kur vjen puna më, mos harro se mendimin tënd do e shprehësh me votë në këtë parti dhe kjo parti do të krijojë ty mundësi të plot të shprehësh me votë mendimin tënd. Fitim Sula,
Përse nuk e cilësoni veprimtarinë e kryeministrit si tradhti të lartë kundër kombit dhe atë dheut? Ai ka shërbyer shkatrimit dëshuarit së kombit dhe atë dheut ky individ apo jo? I nderuar zotëri, me dhjetra herë e kam krahasuar me Gjorgjeviçin, me Çubriloviçin dhe Pashiqin. E kam konsideruar argat, edhe t'jeni sigur që nuk e kam bërë pa bindjen më të thellë, argat të Aleksandr Vučićit, një armik po aq i egër i shqiptarëve në Kosovë sa vetë Vučić. Unë besoj se nuk kam lanë kualifikim apo epitet që Edi Rama ka merituar dhe nuk ja kam shprehur. Agim Bushaj, këto janë dy pyetjet e fundit. Doktor, po të shkruan një ish student i dhjetorit të 90-s. Përse Shqipëria lëngon nga korrupsioni i papar? Po të ishe ti në pushtet, qeveria do ishte rrëzuar për 24 orë. Pse kjo qeveri nuk rrëzohet? Sepse kjo qeveri i dashur mik ka vendosur në Shqipëri narkodiktaturën. Ka vendosur në Shqipëri një regjim i cili arreston në vitin elektoral dy liderët e partive kryesore opozitare si persona nën hetim dhe vendos në ndjekje penale liderin e partisë tretë, që burgos deputet të Partisë Demokratike pse denoncojnë lidhjen me drogë të ministrit të vllaut ministrit Brendshëm, që merr mandatet të zgjedhurve. Pra, kemi të bëjmë me një regjim represiv i cili dhunon votën, qëndron pushtet duke dhunuar votën dhe kontrollon mediat. Kontrolli i mediave i jep asaj mundësi shumë të mëdha të manipulojë, të falsifikojë të vërtetat dhe realitetin shqiptar.